Ne nuk kemi qenë ndrim për emrat përveçëm, por s'kemi thënë asnjëherë që kemi apo s'kemi votë për zonin Osmani. Po, natyrisht jam takuar, se s'jam takuar. Shiqoni, në qoftë se s'kemi pas marrëveshje politike, s'mund të ketë kandidat. Kandidati për president bëhet me konsenzus. Kështu ka qenë historia politike e Kosovës dhe zgjedhjes presidentit. Kush do të sjellë këtë konsenzus? Tash familja Jashari ka thonë ju. Prandaj unë do të presja që ne partitë politike diskutonim për emra, po s'kishte emra, s'kishte propozime, s'kishte as vullnet për konsenzus. Shishoni në shkrime LDK s'mund të ketë për askënd sepse ka vetëm 15, duhet 30. Neve nuk na ka ardhur askush me 15 në shkrime për të kërkuar edhe 15 të tjera. Neve nuk na është propozuar asnjë emër për të kërkuar votat tona. Pra, në këtë fazë nuk kemi qëndrime refuzuese ndaj askujt. As më pak ndaj zonës Osmani. Nuk është kërkuar për asnjë moment deri më tani që të ndodhë një gjë e tillë. Asnjë takim deri më tani nuk ka pas një kërkesë të tillë, prandaj s'mund të flas. Jo, ne kemi komunikime të rregullta institucionale dhe flasim për çështje me interes të përbashkët, pra edhe njerëz kemi pas refuzim asnjëherë, por nuk është prezant një emër i tillë. Kaq, ju falenderoj shumë.